السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا الأذان نداء يرفع في الأرجاء للكل والإخوان، فكان نداء للتوحيد ودعوة للصلاة وعبادة الله الواحد الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في كل الأزمان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të informohemi dhe të shpjegojmë rreth thirrjes hyjnore, duke u informuar dhe duke shpjeguar në kapitullin e gjerë të thirrjes së ezanit dhe ikametit, edhe pse me të vërtetë është një kapitull I gjërë në ta, edhe se ndoshta interesi për të ditur për dikant është dhe për dikant nuk është, mirë po ne si musliman për këtë thirrje duhet që të interesohemi dhe të dim se çka kanë folur ato kolosat e mëdhej të dijes për në këtë kapitull dhe në këto dispozita. Ato rregullat me të cilët janë ardhur dhe kanë rredhur o vëllezër në çështjet e nevojës, kur është kërkuar nevoja, në momentet e ndodhisë që kanë ndodhur, edhe pastaj dhe kanë lindur dhe shpjegimet e dietarëve, duke u argumentuar dhe duke hulumtuar argumentet Kur'an Sunnet, apo ndoshta edhe fjalët e dietarëve analogjin, duke I parafruar se si është vendimi I kësaj çështje dhe rregulli sheriatik. Dhe mu për atë kanë lindur gjithë këto mesele që na kalojmë kështu si shkurt duke u njoftuar spaku me këto mesele, të cilët kanë të bëjnë pra veçanërisht në të cilën jemi duke shpjeguar në thirrjen e ezanit dhe ikametit, e posaçërisht në formën e atij I cili e thirr ezanin dhe ikametin. Folëm në dersin e kaluar për atë I cili e thirr ezanin ulur, cilat ishin dispozitat dhe rregullat dhe mendimet, pohimet e dietarëve, siç dhe treguam për atë I cili nëse e thirr ezanin duke qenë hypur në mjetin e udhëtimit të tij, por me dallimin të cilën e dalluan dietarët, nëse është udhëtar seferi apo nëse nuk është udhëtar seferi. Dhe folëm për këtë mesele që ka të bëje në ndarjen e ezanit, çka nëse e thirr ulur në mjetin e udhëtimit të tij, në makinë, në kafsh, në kale, kështu me radhë, edhe çka nëse thirr ikametin. Pra dietarët gjithherë duke u munduar që me mundin e tyre edhe të na zbulojnë argumentet të cilat vijnë nga Kur'ani dhe Sunneti edhe pohimet e dietarëve o vëllezër, neve na duhet që spaku
të kalojmë dhe të i dim se ndoshta na ndodh dhe neve, e pastaj kjo të ngel edhe nuk kemi pastaj huti në këto çështje dhe në këto mesele, por thjesht kthehesh dhe kërkon këtë mesele edhe nëse dëshiron pra në incizimet e ngelura. Mu për atë ajo e cila vijon pra për të folur sot është se si qëndron dispozita e atij i cili e thirr ezanin në mjetin e udhëtimit të tij, duke qenë hypur në kafsh apo në makinë, kur ai nuk është udhëtar. Na folëm në dersin e kaluar kur ai është udhëtar. Thirrja e ezanit kur është udhëtar dhe ikametit kur është udhëtar. Po si qëndron meselja dhe vendimi, rregulla e kësaj dispozite, nëse ai i cili është hypur në mjetin e udhëtimit të tij, a lejohet ta thirrë ezanin kur ai nuk është udhëtar? Çka nëse e thirrë ezanin në mjetin e udhëtimit të tij, ke kafsh, ke makinë, kur ai është në vendin e vet dhe nuk është udhëtar, nuk është seferi? Një ashtu vëllezër këtu ndryshuan mendimet e dietarëve. Në ato të cilën u ndan dy mendimet pra të dietarëve kryesore është se një pjesë e dietarëve shkuan në ato se është e urrejtur, edhe në pjesë tjetër duke u bazuar në ato se nuk kemi thënë argument të cilën e ndalon ato dhe thanë se nuk është e urrejtur. Prej dietarëve të cilët, dhe na gjithherë argumentohemi me to të mëdhëbeve të njohura, si mëdhëbi Hanefi, Shafi'i, Maliki dhe Hanbali, prej këtyre të cilët shkuan në mendimin se urrehet që të thirret ezani hypur në mjetin e udhëtimit kur nuk është udhëtar, është mëdhëbi Hanefi, ajo që është e shfaqur në transmetimin e mëdhëbit Hanefi. Një ashtu disa nga mëdhëbi Maliki, mëdhëbi Shafi'i dhe Hanbali. Kurse ata të cilët shkuan në mendimin se nuk është e urrejtur dhe bën që të thirret ezani në mjetin e udhëtimit, kur është ulur në makinë apo në deve, në kale kështu me radhë, edhe kur nuk është udhëtar, po shfrytëzohet gjatë lëvizjes së tij, në këtë mendim shkuan mëdhëbi Maliki, por dhe nxënësi i Ebu Hanifes, Ebu Jusufi rahimullah. Dhe është interesant se edhe pse ka ndryshuar mendimin nxënësi i Ebu Hanifes, Ebu Jusufi rahimullah, nuk ka ndryshuar zemra e tij, edhe as që ka ndryshuar sjellja e tij me hoxhën e tij. Edhe pse këtu e ndjek mendimin se nuk urrehet shkaku i lëvizjes së argumenteve, edhe mos qëndrimi i bazave, dhe pastaj dhe me kalimin e kohës ndodhit të cilët kanë ndodhur dhe ky ka qenë si kadi, pra si gjykatës, ka ardhur dhe në vendimin që të i të bën argumente dhe të jep mendimin e tij, edhe pse e ka kundërshtuar mëdhëbin e hoxhës së tij. Dhe se kjo është përmosim, o vëllezër, që na ta kuptojmë se mundet që nxënësi ta ketë mendimin tjetër nga hoxha i tij. Edhe nëse nuk e ndjek mëdhëbin të cilën është i njohur në pjesën që ai ka qenë atij mëdhëbi dhe ka vazhduar, është hoxha i atij mëdhëbi, mirë po ndonjëherë ndodh që argumentet kur të vinë të jenë pra më të sakta dhe më të qarta për të i pasuar, dhe kjo nuk është fare problem. Edhe pse te na është shumë e madhe se filani i ik piti se ky tjetër mëdhëb. A kurse në fakt vetë nxënësi i Ebu Hanifes ka ndryshuar mendimet e tij në mëdhëbin Hanefi. Pra ajo cila neve na intereson si musliman të dim se kjo është gjerësia dhe hikmeti, urtësia e Allahu xhela xhelaluhu që e ka lënë që na të njoftohemi dhe të dim se ja si rrjedhin meselet në shtresën e dietarëve, edhe se me të vërtet kush lexon dhe kush i ndëgjon në to kupton që të ketë nderin dhe respektin edhe për atë tjetrin i cili ka mendimin tjetër dhe të ndryshëm. Ajo e cila vijon pastaj vëllezër është çështja se në këto mendim pra u ndon për atë i cili e thirr ezanin. Dietarët. Si qëndron çështja për atë i cili e thirr ikametin
A lejohet që ta thirrë ikametin duke qenë hypur në mjetin e udhëtimit të tij kur nuk është udhëtar? Padyshim se te çështja e ikametit ndryshuan mendimet e dietarëve dhe më shumë. Sikur që kur folëm për ikametin e atij i cili është udhëtar, thirrja e ikametit e atij i cili është udhëtar në mjetin e udhëtimit të tij, pra hypur në deve, në kalë, në makinë kështu me radhë, dietarët në të cilën shkuan në atë mendim ishin mëdhëbi Hanefi edhe Maliki në ato se urrejhet. Po ashtu te çështja e ikametit të udhëtarit i cili e thirr pra nuk është udhëtar, nëse e thirr hypur në mjetin e udhëtimit të tij, u bashkuan dhe mëdhëbi Shafi'i dhe Hanbali. Pra, me një fjalë urrejhet që të thirret ikameti te mëdhëbi Hanefi, te mëdhëbi Maliki, Shafi'i dhe Hanbali. Dhe pastaj ndryshuan disa mendime këtu, derisa e zgodhin një fjalë prej mëdhëbit Shafi'i dhe thanë se nëse thirret ikameti hypur në mjetin e udhëtimit të tij, pra nuk merret parasysh kur nuk është udhëtar. E dietarët tjerë shkuan në ato se nuk urrejhet për arsye se thanë nuk kemi argument që na ndalon një gjë të tillë. Dhe kjo një fjalë prej mëdhëbit Hanbali, me të cilën treguan se nuk urrejhet përderisa nuk ka argument. E disa prej tyre, të cilët o vëllezër, na i bën edhe një shpjegim më të gjerë në çështjen se si përket meselës nëse vonohet ikameti nga namazi. E ke thirrur ikametin, çka nëse thirret ikameti? Se çështja më ndelikur të dietarët të cilët e shtrënguan më shumë thirrjen e ikametit në momentin se a thirret ulur apo në mjetin e udhëtimit kur nuk është udhëtar dhe kur është udhëtar, por ajo e cila qëndron pra çështja pastaj si mesele që duhet ditur, çka nëse thirret ikameti, edhe kur të thirret ikameti bëhet një ndarje në mes ezanit dhe ikametit. Si duhet të veprohet? A duhet të ripërsëritet ikameti përsëri nëse thirr ikametin dhe normal është prej sunetit që pas ikametit pra të lidhet. Mirë, po si qëndron meselja, që nëse e thirr ikametin dhe vonohet, ose bisedon imami me dikant, ose vonohet duke u përgatitur, ose dhe bëhet një ndarje në çështjen e namazit prej thirrjes së ikametit. Çka duhet me vepru? Dietarët e vëllezër në këtë mesele që ta dim, ndryshuan simbas kushtëzimit të tyre që kushtëzuan çështjen e vazhdimësisë që të jetë në mes ezanit dhe ikametit, edhe në mes ikametit dhe namazit, që thanë se duhet të jetë me njëherë, disa prej dietarëve e bën kusht që të jetë të pasohet namazi me njëherë pas ikametit. Kur të ngriten për ta falur namazin, pasohet me njëherë namazi pas ikametit. Kurse të tjerët nga dietarët të cilët nuk e vendosën si kusht dhe nuk e panë si kusht, siç është mëdhëbi Hanefi dhe Hanbali, të cilët thanë la yashtarit, nuk bëhet kusht, nuk është shart që të jetë me njëherë vazhdimësia, që të jetë me njëherë pas ikametit namazi. E çka nëse vonohet? Për arsye se në to tha kemi argumente të veprimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e thirrjes së ikametit bonte ndarje ndonjëherë dhe vonesë derisa e falshin namazin. Siç transmeton Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë të falëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur u thirr ikameti, tha vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të del në faltoren e tij në mihrab. Dhe këtë argument monja mend mirë për ta ditur se ndoshta i ndodh ndonjëherë dikuja një rast i tillë që të harron. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli tha një ditë, hadithi në transmetimin e Imam Buhariut nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha kur u thirr ikameti, vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që del në faltoren e tij që ta fal sabahun namazit me xhamat.
tha dhe ju kujtua se kishte harruar se ishte gjunub, i papastër. Dhe veç u kthye nga xhamati dhe tha, me kanekum, qëndroni në vendin e juaj. Tha shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, morri guslin, u pastrua dhe erdhi përsëri te mihrabi i xhamati duke i prit. Dhe kur erdhi në faltore në mihrab, tha ende flokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tha i pikonin ujë, tha nga gusli të cilën e kishte marrë. Nuk e përsëritëm ikametin, direkt filloi namazin. Me këtë hadith e kuptojmë se edhe nëse bëhet një ndarje, kjo është hadithi i vërtet dhe vepra e vërtetë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a na pëlqej neva, nuk na pëlqej, kjo është çështje se si qëndron vepra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E saktë, edhe nëse të ndodh, ndonjëherë harron, shkon me abdes edhe kthehesh, ose i ndodh imamit, mundet serbes të shkon edhe të kthen pastaj më një herë. Të kthen o guzull o abdes edhe të kthen përsëri në faltorën e tij. Kjo nuk është problem. Edhe pse të na nxitojmë më një herë, nëse nuk është imami, hajde e qesim dikant tjetër edhe më një herë, domethënë e vazhdojmë. Por normalja është nga sjellja që të pritet imami edhe nëse është thirrur ikameti. Edhe nëse bëhet ndarje. Pse? Tha Ibn Haxher rahimullah, simbas argumenteve të cilat janë të sakta, nuk është problem vonimi i namazit nga ikameti. Dhe një hadith tjetër një ashtu e transmeton Imam Buhariu, nga Enes radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë të udhëri ikametin kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe një njeri bisedonte me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Derisa në mes thirrjes së ikametit dhe duke vazhduar bisedën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha i kapi gjumi shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut pastaj pasi e kryti bisedën, tha direkt u drejtua në faltoren e tij dhe nuk e përsëritëm, tha pra ikametin edhe një herë, po direkt e falëm, domethënë e falëm namazin. Kjo është si mesele o vëllezër për ta ditur spaku që nëse të ndodh ndonjëherë ndonjë vonim apo në çështjen e ikametit, padyshim pra mendimet e dietarëve në to ndryshuan në atë se a thirret, domethënë edhe një herë ikameti a nuk thirret, pro argumentet të cilët qëndrojnë se mbas haditheve të sakta të transmetuara, pra është se nuk është problem edhe nëse vonohet në çështjen e vonesës së ikametit nga namazi. Por kjo është ajo meselja shkurt të cilën dëshirojshim që të njoftohemi me ta, pra ngel meselja e cila është e rëndësishme me të vërtetë që të dihet çka nëse e thirr ezanin duke ecë dhe a lejohet ta thirr ikametin duke ecë muezini. Inshallah pra në dersin e ardhshëm do të njoftohemi dhe me këto mesele. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.